Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur, ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të komentuar një situatë shumë interesante. Kuptimin e zarfave të cilët bëhen pjesë e shtëpisë të Big Brotherit. Egli Tako doli me zarf të kuq, Joz Marku doli me zarf të zi, Gjibani doli me zarf të zi dhe zarfi i bardhë. Do të janë 3 zarfa që janë pjesë e pranishme në shtëpinë e Big Brotherit, por zarfi i kuq është një zarf që lexohet nga Ledioni zakonisht kur jepen emrat e të shpëtuarve nga banorët të cilët janë në nominim dhe më pas vjen zarfi i zi për ato të cilët do të eliminohen përgjithmonë nga shtëpia. Në çdo edicion të Big Brother VIP Albania, zarfi është një element kyç i lojës, pasi ai është simboli mundësive dhe rreziqeve që mund të ndodhin brenda kësaj shtëpie. Zarfi është përdorur gjithashtu si një mjet për të shtuar tensionin dhe për të krijuar momente dramatike për banorët edhe shikuesit. Ndërsa çdo zarf ka kuptimin e vet të veçantë, ato gjithmonë krijojnë pasiguri dhe intrigë. Një nga zarfat më të njohur dhe më të frikshëm në shtëpinë e Big Brother është zarfi i zi, i cili gjithmonë është lidhur me një dënim shumë të rëndë. Kur një banor me një zarf të zi, ai dihet se do të përballet me një situatë të pakëndshme. Ky zarf shpesh ka sjell përjashtime të papritura nga gara, mund të sjell sanksione të mëtejshme, si detyra të vështira ose largime të papritura. Dyshimet për një zarf të zi janë gjithmonë të lidhura me një përballje të fortë dhe vendime që mund të ndryshojnë gjithë dinamikën e shtëpisë së Big Brotherit. Domethënë, kjo është vlera e zarfit të zi. Zarfi i zi është një nga zarfat më të rëndë që banorët e kësaj shtëpie mund ta përjetojnë. Le të themi është një dënim shumë i vështirë. Në anën tjetër, zarfi i bardhë është një nga momentet më të pritura dhe më të dashura nga banorët. Ky zarf i sjell shpërblime, mundësi të reja dhe përfitime për ata që kanë arritur të përballojnë sfidat dhe të qëndrojnë të fortë brenda kësaj shtëpie. Zarfi i bardhë mund të sjellë shpërblime si imunitetin nga nominimet, mundësi për të marrë privilegje të reja apo për të përfituar nga ndihma e jashtme. Ai gjithashtu gjithmonë është një mundësi për banorët që të rinovojnë shpresat dhe të vazhdojnë të luftojnë për të mbetur brenda në lojë. Dhe zarfi i kuq është një zarf shumë i rëndësishëm me të cilin është larguar Egli Tako nga shtëpia, të paktën danja me këtë zarf edhe komunikimin brenda shtëpisë. Në një rreth tjetër të dyshimtë dhe të mbushur me mister, zarfi i kuq ka tërhequr vëmendjen e publikut, duke u bërë temë diskutimi për shpërthimin e dyshimeve në lidhje me largimin e Egli Tako nga gara. Në promocionin e Prime-it të sotëm u shpërnda një video që tregon një moment emocionues për Eglin dhe Gjestin. Ajo duket të jetë shumë e ndjeshme dhe e prekur nga vendimi për të lënë shtëpinë, duke përqafuar Gjestin dhe duke qarë. Ky moment ngjalli dyshime të menjëhershme sepse zarfi i kuq ka shpesh kuptimin e një largimi të papritur që mund të jetë për shkak të një vendimi të dëmshëm ose një ndihme të nevojshme për shëndetin e banorit. Disa spekulime tregojnë se ky zarf mund të ketë lidhje me nevojën e Egli Takos për një ndihmë mjekësore. Në videoklipin e publikuar në Prime-in e sotëm, thuhet se përveç detajet mbi largimin e saj do të zbulohen edhe gjendja e saj shëndetësore, po ashtu është e mundur që ajo mund të kthehet në shtëpi pas një periudhe rikuperimi, por kjo është ende një pasiguri. Në të njëjtën kohë, shumë shikues janë të interesuar për një tjetër element që është përmendur në promocionin e Prime-it të sotëm, nominime të reja. Në këtë Prime është njoftuar një formë e re nominimeve që sipas prodhuesve të spektaklit do të përfshi surpriza dhe strategji të reja. Ka dyshime të forta se kjo mund të ndikojë në dinamikën e garës, duke mundësuar banorëve të fortë një mundësi të re për të mbijetuar në këtë lojë, ose mund të sjellë mundësi për më shumë tension dhe ndarje midis konkurrentëve. Gjithashtu, nominimet të reja mund të sjellin një përballje të fortë mes banorëve, ku ata që janë më të fortë psikologjikisht dhe strategjikisht mund të përballen me disa prej sfidave më të rënda.
Spekulimet flasin për mundësi që këto nominime të përfshin banorët më të fuqishëm të garës, duke krijuar kështu një përballje të fundit për të mbetur të fortë dhe për të fituar simpatinë e publikut. Shtëpia e Big Brother VIP Albania si gjithmonë mbetet një vend plot mistere dhe dinamika të papritura. Zarfi kush që i ka dhënë fund qëndrimit të Eglit Takos ka ngjallur një reaksion të fuqishëm dhe ka krijuar shumë pyetje që mbeten akoma pa përgjigje. A do të kthehet Egli në shtëpi? A do të vazhdoj garën apo ky është largimi i përhershëm për të? E gjitha kjo do të bëhet e ditur në prajmin e sotëm, ku priten të zbulohen më shumë detaje për shëndetin e saj dhe për strategjitë të reja të nominimit. Në mes të këtyre dyshimeve dhe tensioneve, ajo që është e sigurt është kjo, se kjo do të jetë një ditë e mbushur me surpriza dhe emocione për banorët shikuesit e Big Brother VIP Albania. Do me thënë, në këtë komentim të zarfave, zarfi zi është zarfi i cili nuk ka kthim mbrapa, por në këtë Big Brother u tregua dhe kjo që zarfi zi u thye mes Xhibanit edhe Jozit, sepse produksioni deshte ashtu që ta thyen këtë zarfin e zi dhe këto banorët i futën në shtëpi, po domethënë ju arrit të ta kuptoni se në rregulloren e Big Brother, që domethënë nuk është rregullore e krijuar nga shteti shqiptar, po domethënë është një rregullore që unë me sa kam informacione Top Channel domethënë përndjek apo respekton rregulloren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, konkretisht të Big Brother USA, dhe në këto lloj rregullore zarfat janë të ndarë në 3 kënde, ku zarfi i bardhë është një zarf lumturie, zarfi kuq le të themi është një mes i rënd dhe zarfi zi është një ndër zarfat më të rënd që ka shtëpia e Big Brotherit, dhe kjo nënkupton që Egli Tako nuk ka dalë me zarf të zi, por ka dalë me zarf të kuq. Dhe kjo nënkupton që për Eglin mund të kemi një mundësi të dytë që Egli Tako të jetë pjesë e shtëpisë Big Brother VIP Albania 4. Ne do të takojmë sërish së bashku, është kjo e vërteta e zarfave, do kisha dashur që këtë video ta dëgjoni deri në fund, që edhe ju si publik të jeni të informuar me rregulloren dhe rëndësinë e këtyre zarfave që ne i shikojmë, por shumica prej tyre nuk ua njeh rëndësinë e këtyre zarfave dhe të këtyre nominimeve që vinë si bomba brenda kësaj shtëpie.